Nuk e di në cilin format mund të afton presidentja, pra mund të fton nga ne, mund të fton gjithë bashkë. Ne kemi mirëprit edhe idenë e kryetarit Abdi Xhiku për konsulta për formimin e qeverisë. Një propozim ka qenë ai për një qeveri të unitetit. Ekziston edhe propozimi i ynë në këtë rast për qeverinë e opozitës. Mendoj që konsultat mes opozitës janë të nevojshme, ndërsa edhe konsultat me bashkëkryesuesin e seancës janë nevojshme që me dalë nga gjendja ku jemi. Ne veç kemi përgatitur një kërkesë për vlerësim, do t'i drejtohem gjykatës kushtetuese me kërkesë që me vlerësu kushtetutshmërinë e vendimeve të marrura në kuvend, pra si rasti i mosformimit të komisionit për votimin e fshehtë dhe të gjitha vendime tjera paraprake bazuar në proces verbalin e seancave. Sot jemi në konsulta edhe me PDK dhe me LDK, në mënyrë që 10 deputet pra t'i drejtohemi gjykatës.